zotin Veton Berishën dhe se kanë ftuar Duda Balën, që i bjen 8 deputet që në takuar, dhe edhe nëse nisma shkon me VV-jen, prap votat nuk janë. Do me thonë se i përket koalicionit vetëvendosës. Unë e pyeta një ditë Veton Berishën e takova. Veton Berisha tha, unë nuk kam asnjë problem, kush e bën shumicën, unë jam me ta. Edhe unë jam i të njëjtit mendim, por nëse shkohet në përjashtim të deputetëve, për dikon nënë, për dikon njëri, unë mendoj që edhe deputetët minoritarë do të marrin një qëndrim përfundimtar. Okej? Çfarë do të thotë kjo? E para, që do të thotë nëse dikuj jepet më shumë se sa dikuj tjetër në hisët qeveritare, besoj se nuk do të pajtohen deputetët minoritarë. E para. E dyta, që sheshoni ta kumë thonë para një muji. Qysh e sheti formulën e ardhshme? Edhe mbyllëm lidhjen, mbylljes. Si e sheh? Hajde. Formulën e ardhshme e shoh. Nëse LDK nuk pajtohet që me opozitën të jetë të marrë qeverinë, atëherë unë e shoh një koalicion mes VV-s, LDK-s, 3 nismës, 10 minoritete të sërbe dhe i bojnë tellë të një deputet. Si thati, vetëvendosje LDK, nisma, minoritetet jo se. Minoritetet jo sërbe, bojnë tellë të një deputet. Po, e kush bëhet president aty? E tash të mirët vendimi i koalicionit që shebojnë, e caktan LDK-ja, e lojnë presidentën aktuale, do të shohim nga ambasadori i jashtëm amerikan i cili do të caktohet në Kosovë. Interesante, qazimi. Po duket shumë interesante kështu si formulë. Nuk e di nëse e kanë menduar atë LDK. Merrni numrat, Jo, me numra kështu po i bie, po tani numrat nuk janë. Domethënë 48 VV, 20 diko LDK, 3 nisma, 10 minoritetet jo sërbe, bojnë tellë të njëjtë. Po nëse mirët vesh PDK, LDK, atëherë opozita e bën qeveri. Nëse mirët vesh PDK, LDK? Po. Është topi të LDK.